çfarë gjykimi ka hutbja e Bajramit? A është detyrë ta dëgjojmë? Dëgjimi i hutbes së Bajramit nuk është detyrë, po sunet. Është një vepër e mirë. Nëse e dëgjon besimtari hutben bën mirë. Nëse nuk e dëgjon, s'ka gjë. Nuk merr gjuna. Por duhet bëjnë kujdes besimtarët. Kush nuk do të dëgjoj hutben duhet largohet pa bërgjuar. Pa shqetësuar ata të cilët po qëndrojnë të dëgjojnë hutben. Sepse është një dukuri jo e këndshme, jo e mirë këtu në disa sheshe në vendin tonë. Me të mbaruar namazin e Bajramit, çohen, fillojnë të përshëndeten me njëri tjetrin, flasin me njëri tjetrin, ndërkohë që imami mba hutben dhe ka njerëz që po dëgjojnë hutben. Nuk lejohet që ne të shqetësojmë ata. Dhe nuk lejohet që ne të bëjmë zhurmë duke bërë që ata të mos kenë mundësi të dëgjojnë hutben. Por kush nuk do të dëgjojë hutben, të largohet, të përshëndetjen, gjërat mund të bëhen domethënë diku në një vend tjetër ose nëse do përshëndetesh me një besimtar, të përshëndetesh pa bërë zhurmë, pa ngritur zërin, pa shqetësuar njerëzit që janë duke dëgjuar hutben.